Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin për Shqipërinë vlerëson se vendi po përjeton një nga rritjet ekonomike më të forta në Europë, ndikuar kryesisht nga zhvillimi i turizmit gjatë 3 viteve të fundit. FMN parashikon që viti 2025 të mbyllet me një rritje prej 3.5%, ndërsa viti 2026 pritet të shënojë një nivel akoma më të lartë. Pas një mesatareje prej 4.3% në periudhën pas pandemisë, PBB-ja reale parashikohet të rritet me 3.5% në vitin 2025, kryesisht e nxitur nga konsumi privat dhe 3.6% në vitin 2026, duke reflektuar një përshpejtim modest të rritjes në partnerët kryesor tregëtar të zonës së euros. Efektet direkte nga tarifat e SBA-s janë minimale, ndërsa efektet indirekte nga masat tregëtare globale dhe pasiguria gjithashtu duken të kufizuara deri më tani. Pavarësisht një farë moderimi, turizmi vazhdon të ofrojë mbështetje të qëndrueshme për prodhimin ekonomik. Për sa i përket paketës së re fiskale që do të fillojë të aplikohet nga 1 janar i vitit të ardhshëm, FMN mban një qëndrim kritik. Marrëveshja e paqes fiskale, e cila ofron anulimin e borxhit dhe rivlerësimin preferencial të pasqyrave financiare, rrezikon të minojë progresin e mëparshëm në administrimin dhe pajtueshmërinë tatimore. Në raport, një fokus i veçantë është dhënë shkallës së lartë të emigracionit, e cila ka rritur moshën mesatare të popullsisë në Shqipëri dhe konsiderohet ndër sfidat më të mëdha të vendit. FMN rekomandon që Shqipëria të investojë në politika më përfaqësuese për të rinjt për t'i mbajtur ata në vend.